Qenë Ndacak po vazhdojnë të jenë një shqetësim i madh për qytetarët. Sulmet ndaj kalimtarëve po shkaktojnë frikë dhe pasiguri, nga ku rasti i fundit ku një fëmijë në oborrin e shkollës e ka kafshuar një qen Ndacak ka shkaktuar edhe më shumë panik në vend. Ky rast i ndodhur në shkollën fillore Toli Zordumis në Kumanov ka rikthyer në vëmendje nevojën për një menaxhim më të organizuar ndaj qenve Ndacak, mbase sterilizim, vaksinim dhe siguri më të shtuar. Më 21 prill ka ndodhur një incident ku një qen Ndacak në oborrin e shkollës gjatë kohës së pushimit ka sulmuar një nxënës të klasës së 5. Nxënësi është me lëndime. Kanë reaguar mësimdhënësit dhe personeli teknik që ka qenë aty në atë moment. Pasi janë larguar qent, nxënësi ka qenë dukshëm i shqetësuar. Është thirrur prindi për ta dërguar fëmijën në mjek, që ta shohë se për çfarë lëndime bëhet fjalë. Familja kërkon reagim urgjent nga institucionet kompetente dhe ndërmarrjen e masave konkrete për largimin e qenve Ndacak nga hapësirat publike, veçanërisht nga ambientet shkollore. Ndërkaq, ky rast ka ngritur edhe shumë shqetësim edhe tek prindërit e tjerë. Po shumë herë ka ndodhur raste këtu në këtë shkollën e tonë, këtu ku bim fëmijën, për shkak me vetur i bim na këtu, se këta janë fëmijë të vogël, mund mi kafshue, sigurisht ka kanë kafshue para disa ditëve shemën bjallafi këtu, megjithëse nuk kanë edhe kujdes, nuk ka edhe domethënë këtu sa duhet edhe njerëz këtu për interesimi se hinë edhe në mrena, në borë hinë mrena të shkollës. Situatë më e rrezikshme mos ka ti pe bjen shkollën, te shkolla pe bjen fëmijën sikur çish duhet, po kthehet i lëndum apo ndoshta edhe shkon, nuk u dihet shemën se ato qenë shka janë pa vaksina shka janë, ato janë shumë të rrezikshëm janë. Nuk është në rregull, duhet mi përcjell këto senet pa më parasysh shemën pjellafi, çdo drejtor ose si shtet duhet mi përcjell këto senet. Po të oborri shkollës edhe para spitalit, kjo është shumë gjë e keqe. Në mëngjes po duhet mi punë në shkollë. Në drejk që ashton, në akşam që ashton, edhe shumë imi në zorë për qëma. Besoni se fëmijën e kam me trauma. Mos ka një kalimtar të kalu, a kënë të më hangur fëmijën qenë. Po masa duhet mirë imi konë të në polici, imi konë kasë në komunë, të drejtori këto, kur kush nuk marë masa. Çfarë përgjigje ju kanë dhënë ato? Po thonë që duhet bënë të kur kush nuk marë përgjithësi. Duhet me bënë dhe një zgjidhje tjetër. Jo veç kur qenë votimet me arë mas neve me nga, edhe na duhet me bënë mas fëmijëve. Ndërkaq, drejtori i shkollës Dejan Mladinovski thot se problemi nuk është tek shkolla, por jashtë shkollës, kryesisht tek institucionet, Komuna e Kumanovës, MPB, Ministria e Arsimit, por para së gjithash tek Inspektorati për Mjedisin Jetësor. Sipas tij, nuk ka vend për panik që nxënësit të mos vinë në shkollë. Unë nuk do të pajtohesha me ju se nuk ka siguri në shkollë. Pse? Sepse në shkollë të paktën për shkollën qendrore ka disa hyrje për nevoja urgjente. Unë si drejtor kam reaguar të institucionet kompetente, kam marrë njoftim para 2 muajve se në rrjedhë është shpallje tenderit për operator, i cili do t'i strehoj. Unë në ndërkohë gjatë çdo denoncimi të prindve dhe mësimdhënësve, kontaktoj sërish me komunën e Kumanovës, me repartin inspektues i cili kujdeset për këtë. E kam informuar gjithashtu edhe MPB-n. Para 2-3 jave kam biseduar edhe me inspektorin për mjedis jetësor në komunën e Kumanovës. Ai më informoi se tenderi veç më ka përfunduar dhe se ka operator ekonomik që kujdeset për këtë. Ndërkaq, udhëheqësi i sektorit për mbikëqyrje inspektuese në komunën e Kumanovës, Boban Bojkovski, thot se në përputhje me ligjin, komuna e Kumanovës ka shpallur tender dhe Instituti i Veterinerëve Todor Velkov e ka fituar atë tender për strehimin e qenve Ndacak. Gjithashtu bëhet plan 2 vjeçar për strehimin e qenve në hapësirën publike të qarkullimit dhe tani shkohet sipas atij plani. Nga 12 marsi vitit 2026 ne kemi marrë tender dhe nga ajo periudhë ne në mënyrë intensive bëjmë grumbullimin e qenve, posaçërisht në atë pjesë. Sa i përket hapësirës së oborëve, kompetencat janë ekskluzivisht në institucioneve. Njerëzit që kanë fituar tenderin sipas ligjit nuk mund të futen në obor. Pavarësisht shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të përsëritura, problemi i qenve Ndacak mbetet ende i pasgjidhur plotësisht. Qytetarët kërkojnë masa konkrete dhe një menaxhim më efikas nga institucionet përgjegjëse.